Piroteknike në mos gaboj? Paktën patëm një kapsole cila është hedhur në lumin Lana, të paktën. Atëherë jemi në pritje, pra këtu do të pritet kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, pra jemi në pritje të ardhjes së tij dhe pasi t'i bashkohet themi grupimit të rinjve mbështetësve të Partisë Demokratike, do të vijojë i gjithë të paktën rrugtimi drejt kryeministrisë. Të paktën në këtë moment është duke u pritur kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, po. Ndërkohë që të rinjt janë duke qëndruar në rrugë, duke bllokuar në këtë moment edhe janë drejtuesit e mjeteve që po protestojnë me burit nga sa dëgjohet. Sidomos ju që kishte vendotur shumë larg fare Po, në fakt, duke qenë se të rinjt kanë kaluar nëpërmjet një ure në anën tjetër, pra afër piramidës së Tiranës dhe janë këtu në pritje të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërkohë që do të mbetet për të parë dhe se sa do të jetë edhe numri i të rinjve përpara kryeministrisë, të cilët do i bashkohen atje protestës, por siç e tha edhe kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Besar Xhaferaj, nuk ka rëndësi numrat, përveç se ka rëndësi edhe reagimet që ata do të bëjnë në momente si këto, kur sipas tyre mbyllet pa drejt një rrjet social për çështje të zgjedhjeve elektorale. Pra lidhin këtë me zgjedhjet elektorale të 11 majit. E kuptoj, mirë. Osman, shkëputëm vetëm pak momente nga ti, ndërkohë që shohim pak edhe bulevardin dëshmorët e Kombit, duket se ka një prani të shtuar tani të rinjve, të qytetarëve në këtë protest në formën e manifestimit të ditës së sotme. Nuk e di nëse kam të mundur lidhjen me Klevi Mukën në këto çaste për të na përcjellë më tepër detaje. Regjia, nëse është e mundur Klevi Muka në këto çaste? Ja, presim pak çaste, sa po të lidhemi me kolegun Klevi Muka, ndërkohë që shikoni edhe deputet të Partisë Demokratike që janë bashkuar kësaj proteste. Zoti Berisha pritet për t'ju bashkuar të rinjve të Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe më pas për të rrugtuar drejt bulevardit dëshmorët e Kombit. Ja dhe zoti Gjek Marka nga Studio News 24 drejte në protest, sikurse zoti Paloka, zoti Noka, Luciano Boçi, ja tek janë pra deputetët që janë në pritje të zotit Berisha. Jemi pranë piramidës, aty ndërkohë që tani po përqendrohemi në bulevardin dëshmorët e Kombit. Klevi, më dëgjon? Presim edhe pak momente, në mënyrë që të kemi një raportim tjetër nga Klevi Muka, por rikthehem tek Osman Stafa. Do të jetë distancë e shkurtër tani për zotin Berisha për t'u bashkuar të rinjve. Osman, kthehem edhe një herë. Tek ti janë deputet të Partisë Demokratike që janë bashkuar të rinjve dhe që po presim bashkë zotin Berisha, apo jo? Po, janë sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, sikundër edhe nënkretarët e Partisë Demokratike Gazment Bardhi, Agron Gjek Marka dhe Luciano Boçi, pra janë në pritje të ardhjes Sali Berishës, sikundër janë edhe deputet të kësaj force politike të pranishëm në këtë protestë. Atëherë, zoti Bardhi, jemi drejt për drejt News 24, një protestë e radhës e Partisë Demokratike këtë herë për çështjen e TikTokut. Nuk ka kaluar shumë kohë me një protestë kombëtare e Partisë Demokratike. Pse është e rëndësishme kjo protestë e Partisë Demokratike për mbylljen e këtij rrjeti social? Së pari njëherë është një protestë e thirrur nga të rinjt dhe sigurisht ka mbështetjen e plotë të partisë e kërkuar nga të rinjt e Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe mbështetur plotësisht nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga gjithë strukturat e Partisë Demokratike. Sigurisht akti i mbylljes TikToku nuk ka të bëjë me arsyet dhe motivet e shpallura zyrtarisht nga qeveria, ka të bëjë thjesht dhe vetëm me një tentativë për të vendosur censurën
në vend dhe prandaj është e dënueshme dhe ndaj këtij akti do duhet të protestohet. Dhe për të arsye, sot ne jemi në protestë, në mbështetje të rinjve, në mbështetje të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, në mbështetje të çdo të riu që lirinë e fjalës e ka marrë dhe ka prezumuar si një gjë që nuk mund të cënohet dhe që ne kemi lënë pas 34 vite apo 35 vite më parë. A do ndikoj mbyllja e TikTokut, themi fushatën e Partisë Demokratike dëmton, pra bëhet mbyllja e TikTokut për dëmtuar partitë politike, duke qenë se vetëm më pak se 2 muaj kemi edhe zgjedhjet. Ju e mbani mend në 2021 Edi Rama përdori trukun e mbylljes së kufimëve për të mos lejuar emigrantët për të ardhur dhe për të votuar, kryesisht emigrantë në zona minoritare, dhe mbani mend që mos pjesëmarrja e tyre ndikoi në rezultatin e atyre zgjedhjeve. Edhe kësaj here ai do të bëjë gjithçka për të mbyllur sa më shumë hapësira lirie ku opozitat kanë mundësi të shprehet, po mbi gjitha qytetarët kanë mundësi të shprehen. Faleminderit. Zoti Noka, a do e ndikoj themi mbyllja e TikTokut fushatën e Partisë Demokratike? Dhe a bëhet kjo mbyllja e TikTokut për dëmtuar themi dhe në efekte fushatës elektorale? Që Edi Rama ka panik nga fjala e ri, kjo është evidente. Komisioni i censurës me nënkryer Erën Baçën që ngriti këtë synim kishte, të eliminonte fjalën e lirë dhe të censuronte çdo portal, të censuronte çdo media, të censuronte çdo rrjet social i cili pasqyronte të vërtetën. Sigurisht që TikToku është një nga rrjetet sociale më të pakontrolluara nga regjimi dhe aty është një platformë ku i qirret maska Edi Ramës dhe regjimit. Kjo e ka shqetësuar dhe tani ai duke qenë se dështoi me komisionin e censurës të ngritur dhe të drejtuar nga Erën Baçë, me rënien e Sorosit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tani po përpiqet të bëjë censurën e TikTokut. Absolutisht Edi Rama çfarëdo përpjekje të bëjë, ai do të ngelet në histori si armiku i fjalës së lirë, armiku i lirisë shqiptarëve dhe armiku i shqiptarëve në tërësi. Faleminderit. Në qëse mund të kemi edhe i prononcim tuaj, lutem që kënaqësi. Po. Atëherë mbyllja e TikTokut. Po. E cilësoni